Papa Leoni XIV ka mbajtur meshën e tij të parë të Krishtlindjeve si pap në Bazilikën e Shën Pjetrit, duke përcjellë një mesazh të fortë shpirtëror mbi vlerat e bamirësisë, besimit dhe shpresës. Para nisjes së ceremonisë, ati i shenjtë doli në shkallët e sheshit të Shën Pjetrit për të përshëndetur rreth 5000 besimtarë, të cilët për shkak të mungesës së hapësirës e ndoqën meshën përmes ekraneve gjigante nën shi. Duke u drejtuar turmës në gjuhën angleze, Papa Amerikan falenderoi të pranishmit për përkushtimin dhe durimin e treguar, duke theksuar se edhe pse Bazilika është një nga më të mëdhat në botë, nuk mund të përfshijë të gjitha besimtarët që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë ceremoni solemne. Në pradikimin e tij përpara kardinaleve, peshkovëve, trupit diplomatik dhe rreth 6000 besimtarëve brenda Bazilikës, Papa Leoni mbajti një ton të thellësisë shfetar, pa ju referuar drejt për drejt zhvillimeve aktuale politike apo sociale. Ai e vuri theksin tek dinjiteti njerëzor, duke paralajmëruar se një ekonomi e deformuar rrezikon t'i trajtojë njerëzit si mallra, ndërsa besimi i krishterë sipas tij afirmojnë vlerën e përkushtimeve të çdo individi. Ceremonia e Krishtlindjeve, një nga solemnet e vitit për Kishën Katolike, u shoqërua në himnin tradicional dhe rite simbolike që përkujtojnë lindjen e Jezu Krishtit. Papa 70 vjeçar zgjodhi të premtojë meshën në një orar më vonë, krahasuar me paraardhësin e tij Franceskun, si dhe kryesoi edhe meshën e ditës së Krishtlindjeve në mëngjes, duke rikthyer një traditë e hershme të papatit të Gjon Pali II. Krishtlindja e këtij viti shënon gjithashtu mbylljen e vitit të shenjtë jubilar të Kishës Katolike, një periudhë që ka sjellë miliona pelegrin në Rom, duke e kthyer qytetin në një qendër të madhe peligranizhi dhe besimi.